Gjykata kushtetuese ka refuzuar ankimimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili kërkoi lirimin nga masa e sigurisë arrest me burg dhe shpalljen si antikushtetues të vendimit që e izoloi. Kushtetuesja ka vendosur të mos pranoj pretendimet e Beqait, duke lënë në fuqi masën e arrestit. Beqai kishte kërkuar gjithashtu që çështja të rigjykohej nga gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke pretenduar shkelje të drejtave të tij kushtetuese gjatë procesit, por kërkesa është rrëzuar pa mëshirë nga instanca më e lartë ligjore në vend. Por ky vendim është një kampan alarmi për gjithë të korruptuarit të tjerë që janë në akuzë, përfshirë Ilir Metën, Sali Berishën e të tjerë. Padyshim proceset janë individuale, por me këtë rast kushtetuesja dëshmon se me gjas ashtu do të veprojë edhe për figurat e tjera. Ndërkohë SPAK ka përfunduar hetimet për dosjen e SASPAK dhe ka çuar çështjen për gjykim. Bashkë me Ilir Beqaj në bankën e të pandehurve do të ulen edhe 5 persona të tjerë, ndërta emra të njohur si Ermal Kurtulaj, Bledar Leka, Gazmend Haxhia dhe Mira Topçiu. Mbahet sot në GKK seanca e radhës paraprake për dosjen në ngarkim të Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe personave të tjerë. Në gjykat janë paraqitur ish deputetja Kryemadhi, si edhe avokati i kreut të PL, Kujtim Cakrani. Kryemadhi përshëndet gazetarët të cilët i kërkojnë të bëjnë pyetje, por në një moment ajo dëgjohet duke thënë se tani do të hyjmë ne. Kujtojmë se SPAK mbylli hetimet me 28 korrik, ndërsa kaloi dosjen për gjykim në fund të gushtit. Hetimi përfshin 3 çështje të bashkuara në një dosje: aferon Çezdia, lobimin e LSI në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku ka denoncuar kolapsin e shërbimeve digjitale të qeverisë shqiptare, duke theksuar se situata është veçanërisht dramatike për biznesin dhe profesionistët e lirë. Sipas Tabakut, sot i gjithë sistemi i teknologjisë së informacionit të qeverisë është i bllokuar, duke bërë praktikisht të pamundur marrjen e shërbimeve bazë nga tatimet, institucionet publike dhe platforma e-Albania. Deputetja rikujtoi betejën e fituar në gjykatën kushtetuese për profesionet e lira, ku mbi 20.000 profesionistë u dëgjuan dhe fituan të drejtën e tyre, por sipas saj për një pjesë të tyre që nuk gjetën zgjidhje të plotë nga vendimi i gjykatës, problemi është përkeqësuar për shkak të një sistemi të pezulluar dhe jo funksional. Tabaku shpjegon se profesionistët e lirë nuk arrin dot të kryejnë veprimet më elementare, të gjenerojnë fatura, të llogarisin kostot apo të bëjnë një analizë minimale të punës së tyre ditore përmes sistemit self-care. Ish deputeti Lefter Maliqi në një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të SPAK deklaroi se ka bërë kallëzim për afera korruptive, duke shtuar se hetimet janë zvarritur. Maliqi bën thirrje që hetimet të shkojnë deri në fund dhe të bëhet drejtësi për vjedhjet që u kanë bërë qytetarëve. Ai gjithashtu shtoi se oligarku Pollum Salillari ende nuk po hetohet, edhe pse është kallëzuar në prokurori. Maliqi shton se SPAK ka zbarkuar tek zyrat e tij dhe ka sekuestruar kompjuterët, por ende nuk është marrë nën hetim. Një raport europian i dorëzuar në autoritetet e BE-s dhe në vendet anëtare ka analizuar një fenomen që është cilësuar i pazakontë në Shqipëri. Burimet të rëndësishme që kanë pasur qasje në këtë raport bën me dije se ai flet për një emigrim të vlerave të mëdha monetare nga Shqipëria drejt 3 vendeve kryesore, Britanisë së Madhe, Spanjës dhe Luksemburgut. Sipas dokumentit, City of London ka akumuluar sasinë më të madhe të këtyre kapitaleve, të cilat vijnë nga subjekte të rëndësishme tregtare dhe ekonomike shqiptare. Raporti thekson gjithashtu se titujt e transferuar nuk janë vërejtur vetëm në vendet europiane, por edhe në SBA dhe tregjet financiare aziatike. Ndryshe nga likuiditeti masiv i depozituar në bankat dhe tregjet europiane, këto fonde janë transferuar si asete investimi. Dokumenti nënvizon se në tregjet malajziane, ato të Singaporit dhe sidomos në brigjet indoneziane, konkretisht në Bali, janë sinjalizuar sasi të konsiderueshme asetesh që vijnë nga Shqipëria. Transferimet të ngjashme janë evidentuar edhe në lindjen e mesme, kryesisht në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Arabinë Saudite. Përveç skemave të investimeve, raporti europian evidenton edhe rrjedhje përmes kanaleve paralele, duke përdorur agjenci mikrofinanciare offshore, kryesisht në Luksemburg, në ishujt balnear të Spanjës dhe në Gibraltar. Më 26 janar, kryeministri Edi Rama u prit me Eduard Trokitje në Knesset, parlamenti i Izraelit, ku zhvilloi një takim 2 ditor në fillim të javës. Por ulja e tij në krah të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, për cilin gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar një urdhër arresti për krime kundër njerëzimit në nëntor, për mira viktima civile në luftën në rripin e Gazës gjatë vitit që shkoi, u prit me përshtjellime dhe rezerva në Tiranë. Një protestë qytetare është kundër vizitës së Ramës
me sloganin "Jo në emrin tim", u shpërnda nga policia të premten para kryeministrisë, ndërkohë që në krahun opozitar, vizita u përcoll kryesisht me heshtje. I vetmi reagim erdhi nga kryetari i Lëvizja Bashk, Arlind Qori, i cili e cilësoi vizitën si treguesi një mungese dinjiteti për Shqipërinë, e cila ka ratifikuar Traktatin e Romës dhe njeh jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare. Vizita e Ramës në Izrael shkaktoi reagime të përziera edhe mes ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilët e shohin agjendën e tij ndërkombëtare si përpjekje për personalizimin e diplomacisë në një kohë kur përballet me probleme në shtëpi. Në lidhjen e mesme, tensionet po rriten me shpejtësi, ndërsa rreziku i një lufte të madhe përfshir edhe një përplasje të mundshme mes SBA-ve, Izraelit dhe Iranit, duket i prekshëm. Analiza e Middle East Eye tregon se strategjitë e fundit të Izraelit dhe SBA-ve, përfshirë përforcimin ushtarak dhe synimin ndaj udhëheqësve iranian, mund të çojë rajonin në një krizë të re të madhe. Pak ditë pas vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Davos dhe promovimit të ashtu quajturit Board of Peace, grupi i aeroplanbajtësve USS Abraham Lincoln u vendos pranë Iranit. Mediat izraelite raportojnë gjithashtu për mbështetje logjistike dhe inteligjencë nga Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Britania e Madhe në rast të një sulmi. Megjithatë, Emiratet e Bashkuara Arabe e kanë deklaruar publikisht se nuk do të lejojnë që hapësira e tyre ajrore apo territori të përdoren kundër Iranit, një deklaratë që zyrtarët iranian e shohin si të pamjaftueshme. Konflikti i fundit mes SBA-ve, Izraelit dhe Iranit pati kulmin në qershorin e vitit të kaluar, kur sulmet izraelito-amerikane zgjatën 12 ditë, duke goditur komandant ushtarak, shkencëtar bërthamor dhe bunkerët e uraniumit. Në 90 vjetorin e lindjes së gjeniut të letrave shqipe Ismail Kadare është zbuluar edhe një letër që shkrimtari i ka dërguar presidentit të SBA-ve të kohës, George Bush, në vitin 91. Në letër Kadare shtron pyetje nëse populli shqiptar ka të drejtë të jetojë në të njëjtën shtëpi, duke u referuar Kosovës. Ai thotë se mjetet demokratike që çojnë në një zgjidhje paqësore dhe diplomatike ekzistojnë, ndonse nuk do doja ta mbyllja këtë letër me diçka të zymt. S'mund të rri pa ju thënë se shqiptarët e Kosovës i kanë bërë thirrje për ndihmë gjithë botës, një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër tyre. Shpresoj zoti presidenti i SBA-s se ju do të bëni gjithçka për të ndaluar këtë krim të paralajmëruar, tashmë nga shumë drejtime, shkrua ndër të tjera gjeniu i letrave shqipe Kadare.